Manipulimi i informacionit nuk vjen më me uniform, por përmes rrjeteve sociale, videove të rreme dhe fushatave të koordinuara. Kryeministri Edi Rama e krahasoi këtë kërcënim me kalin e Trojës, duke thënë se në ditët e sotme nuk duhet më një ushtri për të destabilizuar një vend. Si shembull konkret, ai solli rastin e protestave në Tiranë ose siç njihet ndryshe, revolucioni i flamingove, duke e cilësuar si një rast tipik dezinformimi që sipas tij u shfrytëzua nga aktor armiqësor për të goditur vendin tonë. Besoj jeni mjaft të informuar për të ashtu quajturin revolucion të flamingove. Është në fakt një shembull i jashtëzakonshëm i një plase, i një çarje që natyrisht edhe krijuar që u bën në fakt një mënyrë për të hyrë për armiqstan, për të organizuar një operacion shumë të malltrollësh dhe avatarësh, ndërkohë që ecim me vedosmëri drejt fazës së fundit të bisedimeve të antarësimit për Bashkimin Evropian, është thelbësore të forcojmë rezistencën kundër kërcënimeve hibride, që në fakt nuk është ushtrim burokratik, por një hap mjaft i rëndësishëm drejt ndërtimit të një shoqërie rezistente, duke mos minuar në të njëjtën kohë vlerat e saj demokratike dhe mënyrën e saj demokratike të jetesës. Kryeministri tha se në epokën digjitale, fuqia e një shteti nuk matet vetëm me kapacitete ushtarake apo ekonomike, por edhe me aftësinë për të ndryshuar perceptimin publik, për të thelluar ndasitë sociale dhe për të minuar besimin tek institucionet demokratike. Manipulimi, ndërhyrja jashtme, a e huaj në informacion kur nuk mbërrin nga një uniform veshur, mbërrin si përmbajtje e përditshme, si indinjat, si një trend viral, si një video e falsifikuar e deepfake, e një të famshmi, një politikan, si një link që qohet nga një grup WhatsAppi, nga një person i cili në fakt mirëfilli mendon se po ndan një të vërtet, flegjuën ton shfrytëzon ankthet tona dhe shenjestron debatet tona të hapura, dhe kjo është pikërisht arsye pse është kaq efektive, pse dukemi kaq të dënuar të dështojmë përballë. Sot manipulimi e një algoritmi nxitur e fuqizuar nga inteligjenca artificiale është shpërndar në një shkallë masive, kështu që thelbi është nuk ju duhet më ushtri për të destabilizuar një vend. Kryeministri u ndal edhe në sulmet kibernetike të Iranit ndaj Shqipërisë, duke theksuar se vendi ynë ka ndërtuar një nga sistemet më të forta të mbrojtjes kibernetike në Europë. Megjithatë, ai nënvizoi se mbrojtja e infrastrukturës shtetërore nuk mjafton nëse qytetarët mbeten të pambrojtur ndaj manipulimit masiv të informacionit. Sa më afër shkon një vend drejt Bashkimit Evropian, aq më shumë rrekën aktorët e huaj përmes kësaj mënyre për të hyrë tinzisht brenda dhe për të sulmuar. Ne jemi në pararojë dhe kemi përjetuar sulme hibride dhe fushata të orientuara dezinformimin, ndërkohë që flasim, kështu që na duhet të mësojmë shpejt, të përshtatemi shpejt e përmes kësaj përvoje në pararojë të ofrojmë edhe vlerë praktike të sigurisë së përbashkët evropiane. Rama tha se forcimi i rezistencës ndaj dezinformimit dhe sulmeve hibride është pjesë e domosdoshme e rrugës së Shqipërisë drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Kryeministri mori pjesë në konferencën Përballje me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, Shqipëria dhe kontesti i zgjerimit, ku përfaqësues të institucioneve europiane, vendeve aleate, institucioneve shqiptare, medias, shoqërisë civile dhe sektorit të teknologjisë diskutuan mbi sfidat që paraqesin dezinformimi dhe ndërhyrje të huaja për demokraci dhe sigurinë europiane.